Pra, kur thu unë jam agjërueshëm, nuk është thjesht vetëm fjalë, por me kujtu krejt mësimet sa din ti, gjithsesi cili me mundësinë e vet, me kujtu mësimet çfarë të obligon agjërimi, çfarë sabri duhet të kesh kërkë agjërimit, çfarë shpërblimi ka agjërimi. Agjërimi nuk është thjesht vetëm ndalje nga ngrënia dhe pirja, por është edhe pjesë tjera me shtinën në kontroll, si të thamune epshin, kajtjen, mendje madhsin, inatin, xhilin, etj. Në momentin që arrin të bën këta, ose që e thu këtë fjalë, atëherë ti ja kujton vetës krejt këto mësime. Pra, po e them me një fjalë, duhet mundohemi me bë sabër në maksimum. Edhe ndoshta Allahu don me na sprovu ndonjëherë. Kemi raste në komunikacion zakonisht, domethënë të kësaj natyre, del tjetër ndoshta ashtu siç nuk e pret ose s'ka drejt, po ja që duhet të ndalemi. Thot dikush po është e drejtë e jame, po është e drejtë e jotja, ajo me kaluti në rrugë, por nuk është e drejtë e jotja me dal prej vetvetes ose mos sjell ashtu siç shprehja ai sabri durimi, domethënë se është subhanallahu lehtë është me fola, dhe unë e di se por ku jemi në praktik, duhet me ushtru vetveten, edhe me thy egon ton, prandaj edhe lufta më e madhe njerit që ka është me vetveten e vet. Me vetveten e vet, edhe nëse nuk arrin me mund egon e tij, nuk mund ta mund askan tjetër as shejtanin. Prandaj edhe duhet të shkojmë ka zbutja. E Ramazani është një mundësi e madhe kur jemi agjërueshëm.